Papa Leoni XIV nisi vizitën e tij 6 ditore në Turqi me një paralajmërim të fortë për gjendjen e sigurisë globale. Ai deklaroi nga Ankaraja se bota po përjeton tashmë një luftë të tretë botërore me episode. Fjalimi i tij i mbajtur në presidencën turke përpara udhëheqësve politik dhe ligjvënësve u fokusua në rritjen e konflikteve në lindjen e mesme, Europë dhe Afrikë, si edhe në rrezikun që i ka ose trendit ndërkombëtar nga logjika e forcës ekonomike dhe ushtarake. Papa mbërriti në aeroportin e Semboga në orën 12:23, ku u prit nga Ministri i Kulturës Mehmet Nuri Ersoy. Sipas traditës së vizitave shtetërore, ai vizitoi mauzoleumin e Ataturkut dhe vendosi një kuror nderi përpara se të shkonte në presidencë, ku u prit me 21 të shtënatopi dhe gardë ceremoniale nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Simbolika e pritjes nënvizoi peshën politike që Turqia jep këtij udhëtimi. Në fjalimin e tij, Papa Leoni XIV theksoi se rritja e konflikteve është e lidhur me përplasjen e interesave strategjike dhe logjikën e dominimit. Ai kujtoi paralajmërimin e Papa Franceskut për luftën e tretë botërore të copëzuar, duke theksuar se kjo fazë tashmë është realitet. Nuk duhet ta pranojmë këtë si normalitet. E ardhmja e njerëzimit është në rrezik, u shpreh ai. Papa kërkoi ndërtimin e një kulture të re dialogu dhe drejtësie, duke kritikuar sistemet globale që mbështeten te e drejta e më të fortit. Ai paralajmëroi gjithashtu për rreziqet e inteligjencës artificiale, të cilat sipas tij mund të theksojnë pabarazitë ekzistuese duke riprodhuar paragjykimet e shoqërive tona. Sipas Papës, teknologjia duhet shërbejë për të korrigjuar dëmet e shkaktuara ndaj unitetit njerëzor, jo për t'i thelluar ato. Ai e vlerësoi Turqinë si vend me lidhje të thella historike me krishtërimin dhe si mundësi reale për të luajtur rol stabilizues në rajon. Turqia mund të jetë urë mes popujve dhe feve në një botë që rrezikon të copëzohet gjithnjë më shumë, tha Papa. Presidenti Erdogan nga ana e tij e quajti vizitën e Papës një moment kritik në një kohë kur tensionet nga Gaza dhe Ukraina po formsojnë realitetin global. Erdogan theksoi rolin e Turqisë si fuqi humanitare, duke përmendur miliona refugjatës sirianë dhe ndërmjetësimin në marrëveshjen e grurit në detin e Zi. Në një mesazh të ashpër ndaj Izraelit, Erdogan foli për më shumë se 70.000 viktima në Gaza, duke përfshirë goditjet ndaj objekteve fetare. Ai përsëriti qëndrimin e Ankaras për zgjidhjen me dy shtete mbi kufijtë e vitit 67 dhe deklaroi se Turqia refuzon çdo formë diskriminimi, duke cituar figurat mistike e Yunus Emre dhe Mevlana Rumi. Pas takimeve zyrtare, Papa vizitoi kreun e Dianetit, Safia Pagus, si edhe nunciaturën e Vatikanit përpara se të nisej drejt Stambollit. Vizita e tij në Turqi do të pasohet nga një udhëtim në Liban, i cili pritet të ketë paqëpesh simbolike e politike, duke qenë se vendi mbetet një nyje kyçe e tensioneve fetare dhe gjeopolitike në lindjen e mesme. Në tërësi, mesazhi i Papës nga Ankaraja u lexua si një thirrje e hapur për ringritjen e diplomacisë globale dhe frenimin e përshkallëzimit konflikteve në një kohë kur arkitektura e sigurisë botërore po përjeton lëkundjet më të mëdha që nga fundi i luftës së ftohtë.